plotësisht ju e patë, po zbulohen zyrat ilegale të Partisë Socialiste, çerdhe krimi elektoral, krahas asaj që u kap në flagrancë deputeti Braçe me një grup, tani është një tjetër zyrë e tillë ilegale në Astir dhe ajo po procedohet sipas ligjit. Ka një qëndrim të vendosur të gjithë strukturave tona për të denoncuar, për të zbuluar, për të denoncuar të gjithë përpjekjet e dështuara të Edi Ramës në këtë proces të humbur për te.